Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vazhdojmë me shpjegimin e veprës Merakel Fellah Sharh Nurul Ida. Kjo është ligjërata e 19 dhe shpjegimit të kësaj vepre të Imam Shërumbulalit, dhe kemi ngelur te kushtet e vlefshmërisë së lidhjes pas imamit. Shurut sihhatul iqtida 14 shay'an taqriban, thot imami, kushtet e vlefshmërisë së lidhjes pas imamit janë 14 kushte, përafërsisht. Pra mund të ketë më shumë, mund më pak, po ajo është që niyetul muqtadi al-mutaba'a muqaranatan li tahrimatihi imma muqarana haqiqiyya aw hukmiyya kama taqaddama fayanwi as-salata wal mutaba'ata aydan. Kushti I parë I vlefshmërisë së lidhjes pas imamit në namaz është bashkimi I niyetit, bashkimi I bashkangjitjes me imamin bashkë me niyetin e tij ose me tekbirin e tij. Imma muqarana haqiqiyya aw hukmiyya, ose kur është bashkangjitje e realt kur bën të dyat për një herë, ose hukmiyya, e shpjeguam kur ai e ka bën një jetë prej shtëpisë, ka marrë abdes, është përgatit, mirë po rrugës, ose e ka mbajt ose e ka prish, e kemi shpjeguar ligjëratën e kaluar. Wa niyetu ar-rajuli al-imamati shartu li sihhati iqtida'i an-nisa'i bihi. Niyeti burri, pra kur del imam, e ka kusht që imamllëkun, pra të shqiptohet, të thuhet se unë jam imam, ana imamun liman tabi'ani, është kusht I vlefshmërisë së të tjerëve për t'ju bashkangjit imamit. Pra, nëse imami nuk e thot këtë, kjo është lir rijal, lin nisa, për gratë. Pra, nëse dikush del imam dhe nuk e bën këtë nijet, nuk e thot ana imamun liman tabi'ani, por drejt lidhet në namaz, pa e pa nijetin edhe për imam, burrat që xhamati që lidhen pas atij, namazi I tyre është I vlefshëm, por për qenë namazi I vlefshëm edhe për gjinien femërore, patjetër duhet që imami të përcakton se është imam. Nuk është kusht përmendet për burra dhe për gra, sepse ai thot ene imamun liman tabi'ani, unë jam imam për ata që më bashkangjiten, që më ndjekin prap. Kushti I tretë është wa taqaddumul imami bi aqibihi an aqib al-ma'mum hatta law taqaddama asabi'uhu li tuli qadamihi la yadur. Prej kushteve të vlefshmërisë së imamit ose bashkangjitjes së imamit është që themra e xhamatit të jetë pas themrës së imamit. Kur të lidhesh në namaz, kemi parasysh imami, dhe mas imamit lidhet xhamati, 1, 2, 3, 10, s'ka rëndësi sa janë. Kiçka lidhet pas imamit, për qenë I vlefshëm imamllëku I tij, do të lidhja pas imamit, kurzohet që themra e kamës të jetë mas themrës së imamit, jo përpara. Kështu, nëse kjo nënkupton se ajo që llogaritet që merret parasysh në këtë rast është themra, jo gishtet, sepse imami mund ta ketë kamën e vogël, xhamati mund ta ketë kamën e madhe, themrat janë mas imamit, ama gishtet janë para gishtave të imamit, dhe kjo nuk prish punës, nuk prish asgjë në namaz, sepse kushtëzohet që
themra e imamit të jetë pas themra e xhamatit të jetë pas themrës së imamit. Në Dhahirur Rivaje, në to 6 koleksionet ose 6 libra që i kemi përmendur që përfshin Dhahirur Rivaje, sipas transmetimit të Imam Muhamedit që e bën një transmetim, thotë se themra nuk është kusht që themra e imamit të jetë themra e xhamatit pas themrës së imamit, por është kusht që themra e xhamatit të jetë në paralele mutesavien e barabartë me themrën e imamit, por jo përpara. Kjo krejt që është koncentrimi në këtë rast është që mos del përpara imamit. وأن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم كافتراضه وتنفل الإمام. Prej kushteve të vlefshmërisë së imamit është që imami mos jetë me një namaz që është më i ulët se sa namazi i xhamatit. Pra imamit mos jetë të falë një namaz që në dispozit, në vlerë, në hukëm, është më i ulët se sa namazi i xhamatit. Si për shembull, imami duke u falur namaz nafile, është nafile të falë sunet, a xhamati t'i bashkangjitet atij për farz. Pra kusht është që namazi i imamit të jetë më i lartë, më i fortë në dispozit, se sa namazi i xhamatit ose anasjeltas, pra namazi i xhamatit mos jetë më i fuqishëm se sa namazi i imamit, sepse falja e imamit, falja e farzit, pas imamit në nafile është i pa vlefshëm, binayetul qawi, binayetul daif alal qawi, ndërtimi i të dobtës mbi të fortën. Këtu lejohet ndërtimi i të fortës mbi të dobtën, nuk lejohet. Ndërtimi i farzit mbi nafilen nuk lejohet. Nëse imami është të falë farz, xhamati, me'mumi mund t'i bashkangjitet imamit me namaz nafile, por jo e kundërta. وأن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه أي فرض المأموم. Është kusht që namazi i xhamatit dhe namazi i imamit të jetë i njëjti farz. Mos jetë duke fal imami diçka tjetër, një farz tjetër, ki e bën jetë për diçka tjetër. Për shembull, imami është duke e fal i qindien, a xhamati kishka i lidhet e fal namazin e drekës. Pra, kushtohet që namazi i imamit dhe namazi i xhamatit, për qenë imamllëku i vlefshëm, që namazi të jetë i njëjtë, të jetë i njëjti namaz, jo namaz tjetër. Dhuhrin wa asrin wa dhuhrejni min al-yawmejni lil musharakati. Bel la budda fihima min ittihad, thot, wa dhuhrejni min yawmejni lil musharake. Pra, namazi i xhamatit edhe imamit duhet të jetë i njëjti namaz. Jo për shembull, imami i qindien, xhamati drekën. Kjo është në kohën. Mirë, po kur bëhet fjalë për kaza, namazet kaza, thot wa dhahrejni min al-yawmejni lil musharake. Nuk mund të falet dreka, për shembull. Mu më ka me dreka e ditës hanë pa u falë. Dreka e ditës hanë. Dhe ti të ka metën dreka e ditës martë. Ditës e martë. Unë lidhëm me e falë drekën kaza, lidhëm me e falë drekën e ditës martë, së hanë, ti lidhësh me e falën mas imamit drekën e ditës martë, ose ditës ejtë, ditë tjetër. Kjo nuk lejohet, sepse kushtohet ittihad, bashkimi, la budde fiha min al ittihad, prej bashkimit jetë i
i njëjti namaz. Nëse është edhe i imamit edhe i xhamatit dreka e ditës hanë ose e të martës njëjtës ditë, lejohet. Mirë, por nëse ndron dita, nuk lejohet. Fala yasihu al-iqtidahu nadhirin binadhirin lam yanzur ayna nadhri al-imam. Namazi i premtuar, nadhir, ai që ka premtu të fal një namaz, nuk mund tjetër kush ta fal që ka premtu edhe ai ka namazin nadhir, ta fal mas tjetrit, pra nadhiri, ai premtuesi nuk mund të falet me premtuesin, me përjashtim. Nëse sendi i premtuar, shkaku i premtimit është i njëjtë. Për shembull, ta marr një shembull. Nëse themi kështu, nëse shërohem, ta themi, ose nëse e jap provimin, kam e i falën 2 rekat namaz. Kjo çka bëhet? Kjo është vajib. Kjo nedhri e ka kategorinë e vajibit. Pra, premtimi jem është, nëse më kryet kjo punë, nëse më bëhet kjo punë, ose nëse shërohet i smuti, nëse më kthehet djali, nëse më lind vajza, ku di unë, ka plot kësi çështje, nëse më bëhet kjo punë, unë do të fali 2 rekat ose 4 rekat namaz. Kjo është nedhër. Tjetri, edhe ai ka premtu për diçka tjetër, po ai për diçka tjetër ka premtu. Ki tjetri që ka premtu për diçka tjetër, njëri ka premtu për provimi, tjetri për shërimi, tjetri për kthimin e fëmijës. Këto, sebepu i nedhrit nuk është i njëjtë, se njëri ka diçka tjetër sebep, ki ka diçka tjetër sebep. Prandaj dietarët thonë fuqahat, asnjëri prej këtyre nuk mund t'i bashkangjitet në këtë lloj të namazit si imam ose si xhamat tjetrit, me përjashtim nëse nedhri premtimi është i njëjti. Për shembull, 2-3 shok, edhe njëri thot, nëse unë, për shembull, nëse e jap provimin do të fali 2 rekat. Dhe unë, tham, edhe unë i bashkangjitem premtimit tanë, edhe unë do të fali 2 rekat nëse ti e jep provimin. Këtë rast, sebepi i nedhrit është i njëjti. Në këtë rast, mundet që të falet me imam dhe me xhamat, sepse këto e kanë një bazë, e kanë një origjinë ose e kanë një sebeb. Thot, fala yasihu iqtida'u nadhirin binadhirin, ai shka ka premtu, nuk mund të lidhet në namaz mas premtuesit, ma lem yanzir ayna nadhr al-imam, nëse nuk e ka të njëjtin premtim shka e ka bo edhe imami. Li ademi vilayatihi ala gajrihi fima iltazamehu. A dini pse nuk mundet, sepse kje bjen arsyetimin, li ademi vilayatihi. E kemi thonë disa herë, po përsëritet çështjet sepse lidhen. Imami është damin, imami është plotësues, është sigurues i të gjitha mangësive që i ka xhamati. Ma lem yufsidu salat, nëse nuk e ka prish namazin. Xhamati mund të falë një namaz, ka bo me krujt të harimen, ka bo me krujt të nzinin, ka lonë mangësi, krejt që këto mangësit e xhamatit i përfshin ose i siguron ose i eviton imami. Mirë, po përderi sa premtimi këto është diçka tjetër, nuk është i njëjti, atëherë imami nuk mund të merë përsipër, nuk mund të jetë garantues i një vepre për të cilën nuk është pjesë e tij. Wala an-nadhiru bil halif, li'anna al-mandhura aqwa. Nadhri është premtimi kur premton se do të bësh një send, nëse më ndodh kjo punë, do të bëj këtë punë, për shembull. Do të jap sadekat, do të fali, do të. Kjo është premtimi, si cili është vajib. Hukmi i këtij namazi është vajib. El halif, betuesi, ai që betohet, thot, vallai do t'i fali 4 rekat, ose 2 rekat. Premtimin këtë rast,
bëhet për namazet nafile, nuk bëhet për namazet farze, sepse namazi farz nuk bëhet se ti pu betohesh farz. Por ajo është farz në esencën e vet. I pari është premtues, ki i dyti është betu për një send, ka bo beset do t'i falë 4 rekat. Kishka ka premtu, nadhiri, premtuesi, nuk mund t'i falë 4 rekat si xhamat mas ati që është betu, për t'i falë 4 rekat. Pse kështu? Sepse namazi i premtuar është vajib. Namazi i betuar, ka do që t'i sjellish argumentet, nuk e kalon fuqinë e sunetit. Dhe nëse falet premtuesi pas ati që është betu, nënkupton se ndërtohet ajo çka është më e fuqishme mbi atë çka është më e dobët. Për këtë është. Por mundet e kundërta, li'anna al-mandhura aqwa, sepse ibadeti i premtuar është më i fuqishëm. Dhe arsyeja e dytë është te nedhri nuk ka alternativë tjetër. Shembull, betohem, premton se nëse ndodh kjo punë do ta bëj këtë, s'ka alternativë më tjetër, duhet ta banë, e ka vajib. Te premtimi ka alternativë. Unë te betimi, unë betohem për shembull, se nuk do ta bëj këtë punë. Për shembull, nuk i foli filanit. Jam betu. Unë kam alternativë, mund të tërhiqem nga betimi dhe të shpaguj kefaretin. Por nuk kupton se ka alternativë. Kurse te premtimi nuk ka alternativë, detyrimisht duhet të plotësohet. Përderisa kjo ka alternativë, jep me kuptu se në fuqinë e argumentimit është më e dobët se sa ajo çka është e premtuar. وأن لا يكون الإمام مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية لما تقدمناه فيكون اقتداء المفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة. është pak e ngadruar. Është kusht që imami mukim është kur është në vend vetë, rezident, nuk është seferi, të mos jetë imam i misafirit, i cili është në udhëtim, pra ka statusin e seferis, imami të mos bëhet, mos jetë imam i misafirit në namazin jashtë kohës, pra në namazin kaza. Ba'dal vakti fi rubaiyetin, në namazet 4 rekate. Si duket kjo? Për ta kuptuar më qartë. Unë jam seferi. Dhe mund ka me dreka dje. Ose për dje. Edhe tjetri, imami, çka është ati, edhe ati ka me dreka djea, ose këse një drek. Dhe aje falë dreken, aje është mukim. Është mukim, është në vend vetë. Sa reqat duhet me i falë aje? I falë 4 reqat, sepse aje ka pas në esencë 4 reqat, dhe kazaja bëhet mithlel edan, ngjajshëm me edan. Muhe dreka më ka met në seferi. Në seferi dreka jeme ka qenë obligative 2 reqat. Tash kur i fali kaza, pavarësisht se a i fali hala sa jam në udhëtim, ose i fali masit kthehem prej udhëtimit, mos e të vish të shtëpia, e di se të ka met dreka, ato falen 2 reqat, sepse shurja janë liqësu 2 reqat i ke farz, jo 4 në këtë rast. Ti tu kanë bë farz. Tash unë në këtë rast, që du të fali drekën kaza, fi gajri luakt, jo në kohën e rregullt, në namazet 4 reqatëshe. Pra, dreka, i qindia dhe jetësia, sepse seferia nuk ndron dispozita në sabat dhe në aksham. Nuk shkurtohen ato.
unë seferi dhe imami mukim, unë nuk kam drejt për kaza të lidhem pas imamit. Pse kështu? Sepse jekunu iktidau muftaridin bimutanafilin fi haqqil ka'dati aw il kiraati. Kur i bashkangjitesh imamit, a i falë 4 rekat, dhe unë kur i bashkangjitem imamit, nuk mundi unë të tash t'i kry 12 edhe po heci. Po ti duhet të qësh punën me imamin deri në fund. Fi haqqil ka'dati ku lind problemi? Problemi lind të etehijati i parë. Etehijati i parë për mukimin është vajib. Ulja e parë, mas 2 rekateve, për mukimin, për vendasin është vajib. Për musafirin është farz. Apo ndërtohet farzin bi vajibin këto? Po ndërtohet farzin bi vajibin. Dhe fi haqqil kiraati, edhe në çështjen e leximit Kur'anit. Pse? Leximi i Kur'anit, kjo fi haqqil ka'dati sa i përket etejatit parë, ka të banë me sheful awwal, me 2 rekatët e para. Sa i përket leximit, problemi është te 2 rekatët e fundit. Misafiri e ka farz leximin e Kur'anit në të gjitha rekatët, në 2 rekatët. Nëse i bashkangjitet imamit, imamit që është mukim, leximin e Kur'anit në rekatin e 3 dhe në rekatin e 4 e ka sunnet, dispozita e leximit të Kur'anit, qoftë elhamit, e ka sunnet. Kurse mësafiri që i ka falë 2 rekat dhe ju ka lidh imamit, këto 2 rekatët e fundit janë sunnet, janë nafile. Te namazet nafile, leximi i Kur'anit është farz. Këtu po i bie se ndërtohet farzi mbi sunnetin. Për arsye dietarët thonë, la yejuzu, nuk lejohet musafiri të lidhet pas imamit të vendit në namazet 4 rekatëshe, kur bëhet fjalë fi ghairi waqtiha, jashtë kohës së vet. Duhet të dim nisem, kur misafiri bëhet mukim. Musafiri në udhëtari bëhet mukim në 2 raste. Kur e vendos me nejt me qëndru mbi 15 ditë në atë vend, prej çati momenti, a i fillon me e falë namazin e plot 4 rekatëshe. Në namazin e rregullt, dreka i qindija, yatsia, se sabaj dhe akşam i tham, s'ka dallim. Në namazin e rregullt, pra rasti i parë kur misafiri shndrohet e merr statusin e mukimit, kur ai e ban një jetë me qëndru me një vend 15 ditë e më shumë. Rasti i dytë, kur e ban një jetë misafiri me ju bashkangjit imamit, në qatë moment në namaz ai e merr dispozitën e mukimit, nuk është më seferi. Për atë arsye i bashkangjitet imamit dhe deri në fund e përcjell imamin. E kemi të qartë këtë. Të namazi i rregullt nuk lidh problem. Po ku lind problemi? Lind te kundërta problemi. Dhe këtë duhet ta dim ne, sidomos që jemi si o xhallar. Çfarë ndodh nëse musafiri del imam? Dhe kjo po ndodh shpesh te ne. Edhe në për grumbullime apo mezhlise të mëdha dhe beagjela me të xhallar, edhe kur kush nuk reagon. Kjo është gabim trashanik. Nëse misafiri del imam dhe xhamati janë mukim, janë të vendit, janë vendas që nuk janë seferi, imami ka për obligim që është misafir me informu xhamatin se unë e kam statusin e misafirit dhe unë mas rekatit të dytë jap selam. Dhe ju vazhdoni qoheni se cili në vete vazhdon 2 rekatët tjera. Këtë e ka obligim. E ka obligim sepse shkurtimi i namazit nuk është rukhsa, nuk është leje, nuk është lehtësim, është vendime, është elazime.
ky e ka obligim për me shkurtu namazin. Ulja e imamit, në këtë rast imamit misafir, në reqatin e parë, në etejatin e parë, aje ka farz. Ne e kemi vajgjib, por lejohet ndërtimi i vajgjibit në bifarz. Bina u dhaif alel qawi lejohet, e kundërta nuk lejohet. Nëse imami vazhdon me 4 reqate, tash imami misafir, nëse, ku është dëllimi tash, nëse nuk qëndron në uljen e parë, ati prishet namazit, sepse ai nuk ka qëndru në farz. Ne nuk kemi qëndru në vajgjib, po ai s'ka qëndru në farz. Dhe nëse e vonon, duhet se viseshde, madje edhe me e qu ketë në regull, përsëri në fund duhet me bon se viseshde për shkak të vanimit të vajgjibit. Vanimi i vajgjibit, sepse dhënia selam është vajgjib. Dhe kje ka vanu jo ma pak se 2 reqate. Çështja tjetër, imami misafir kur qohet në kam, reqatin e 3, a e bitisi farzin. E bitisi farzin, se e ka 2 reqate ka farz. 2 reqate tjera, çka janë për ata? A janë nafile, po xhamati çka janë të falë? Janë të falë farz. Binaul qawiyya lidh-dhaif la yajuz. Ndërtimi i të fortës mbi të dobtën nuk lejohet. Dhe çka ndodh këtu? Vjen, po e them më të butën që dietarët thonë se nuk lejohet, pra la yasih, se prishet namazi i xhamatit. Dhe janë 15 të xhallar, 20 të xhallar, edhe shumica e dinë këtë, ama hajtë mos tregojmë për me e marë përsi për namazin e gjithë xhamatit 100, 200 ose po e di unë se sa janë, për me e marë përsi. Në këtë rast unë mund të them, namazi i xhamatit është i vlefshëm pse ata nuk e dinë dispozitën. Ata nuk e dinë. Ata mendojnë se e kanë namazin rregull. Por për ne që e dim, e kemi obligim të e përsëritim namazin. Për këtë arsye, nuk lejohet misafiri të del imam nëse nuk i plotëson këto kritere. Pra duhet që të regon xhamatit se unë mas reqatit të dytë jap selam dhe këtu nuk prish punë kur gjo, sepse kështu ka vepru pejgamberi alayhis salam kur ka shku në haxhin e Lamtumirës, sa ka nejt në Mekke, ka dal imam po i ka informu njerëzit. Pra Mekasit, edhe në Fethul Mekke, edhe në haxh kur akon po në Fethul Mekke më shumë, i ka informu njerëzit se ne jemi në seferi dhe ju çoni kompletoni vazhd. Për këtë arsye mas mirë ti mos me kriju kësi huti xhamatin ton, shoqër Zotit ka o xhallar boll, ne del me vlla imam ai çka është mukim, dhe nëse do me i bani nder misafirit, nuk jam kundër, ka aspekte dhe role, por jo të luhet me vlerën e namazit dhe të luhet në fundit me vlerën e xhamatit. Se me dal dikush me e thënë këtij xhamatit tash, se ju duhet ta përsëritni drekën. Dhe kjo shkruan për shumicën dërmuese të librave bazë të mëdhëbit Hanefi, sepse është kajda, është rregull. Binaul qawi ala dhaif la yajuz. Ndërtimi i sendit të fortë, i farzit mbi nafilën nuk lejohet. Wala mesbukan li shubhatu iktidaihi. Imami nuk guxon të jetë mesbuk. Mesbuk është ai që e ka mri imamin, por i ka kalu 1 reqate, 2 reqate i kanë kalu pa u falë. Ki e pret imamin, jep selam, imami e bitisi dhe xhamati tjetër e bitisin namazin e vetë, mesbuki qohët për me i falë qatë shka i ka ngel. Nuk lejohet të tjerë që të bëhen xhamat i mesbukit. Li shubhatu iktidaihi, sepse këtë ky ka 2 dilema, 2 dyshime. Dilema e parë, se ai është xhamat dhe nuk është imam, se ne rakon xhamat. Li shubhatu iktidaihi, edhe shubhatu infirad, edhe dyshimi i vetësisë së tij. Pra, ajo shka duhet, mos të njëjmë thirë të ngatrojmë më shumë,
Pra, mas me zbukit është qaj shka I ka me jetë mangu njëre qatë ose dy mas imamit. A I qohet mi falë mas imamit dhe vjen dikush e shef të falë dhe I bëhet të bjeti, kjo la je gjuz. Wa an la ju fassele bejnë el imami dhe ma'mumi safun minen nisa. Për qenë imamlëku I vlefshëm, kush zohet që mes imamit dhe xhamatit të mos ketë një saf, një resht I formum prej grave. Pra është imami, mos imamit ka një saf me gra, pastaj lidhen xhamatit tjerë burra. Kjo nuk lejohet sipas Islamit, nuk konsiderohet se është fal me xhamat. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mes ti dhe imamit, mes xhamatit pra edhe imamit, nëse ekziston një lum, një reke madhe, au tarikun ose një rrugë ku kalojnë njerëzit, au safu minen nisaj ose një resht prej grave, fela salate leh, ky nuk ka namaz. E ta shkon detaje. Fa in kunne thalathen fasadat salatu thalathati khalfihinna min kulli saffin ila akhiri sufuf. Nëse është imami, është një saf bura, dy safa bura, safin e 3, 4, njeni prej safeve, janë bashkangjitën 3 gra, fe in kunne thalathen, janë bashkangjit 3 gra, saf, ma safi 2 ose 3 ose 4, s'ka rëndësi. Thot, prishet namazi I 3 personave që janë pas 3 grave. Safi I parë është bura, I dytë është bura. Në safin e 3 ka 3 gra. 3 burrat që janë pas 3 grave. Në safin e 4, nëse ato janë 3, në 4. Këto 3 burra që janë mas këtine 3 grave, prishet namazi I tyne dhe I 3 burrave tjerë në safin tjetër dhe I 3 safin tjetër deri në safin e fundit. Pse përcakton imami këto thalathe? Sepse 3-shin. Sepse kjo është minimumi çka I prish. Kjo nën kupton. Po nëse janë 4 gra, atëherë prishet imami I të gjithëve që janë mbrapa, jo vetëm I atyre 3-ve. Po se konsiderohet saf I plot. Pra nëse janë 3 gra, prishet namazi I 3 burrave që janë pas atyre saf pas safi deri në safin e fundit, dhe personi që është në anën e djathtë të gruas dhe personi tjetër që është në anën e majtë xhamatit të gruas, edhe këtyre u prishet namazi bashkë me këto 3 që I ka mbrapa deri në safin, nëse janë 3 gra. Wa alejhi el fetwa, sipas kësaj jepet fetfaja. Si kështu sipas kësaj jepet fetfaja? Sepse ekziston pra edhe një mendim tjetër, që sikur me çka tham 4, si mas këtij mendimi, nëse janë 3 gra prishen namazi 3 burrave secili saf deri safin e fundit, si mas kësaj jepet fetfaja në mëdhebin Hanefi. Sepse ka do të thot edhe mendim tjetër I që thot që jo vetëm I 3-ve atyne po prishet namazi të gjithëve që janë pas tyre, mirë po mendimi më I saktë me cilën jepet fetfaja është prishet namazi I atyre 3-ve. Wa jaza iqtida'u al-baqi, e të tjerët që janë, do thot në anët e djathtë dhe të majt, namazi I tyre është I vlefshëm. Wa qila al-thalathu safun maniun min sihhat al-iqtida liman khalfa saffihin jami'an.
Thuhet, kjo kile gjithmonë në për librat fikut, po edhe mendimet tjera në shumis në literaturë, kur vjen fjala kile, thuhet, është mendim pak më i dobët. Thuhet se thalathe sufuf manion min sihatil iktida. 3 rreshte janë penges e kryerjes së namazit. وإن كانت اثنتين فسد الصلاة اثنين خلفهما فقط. Nëse janë 3 burra deri në fund. Nëse janë vetëm 2 gra në saf, prishet namazi i vetëm 2 burrave që janë vetëm në safin mas tyne, jo dhe safit tjetër mbrapa, se te treshi prishet deri në fund. Sa safat ketë? Nëse janë 2 gra, prishet vetëm namazi i 2 burrave që janë pas tyre, dhe në secilën anë të 2 grave, djathën edhe të majtën prishet nga një person. Halfahuma faqat, wa in kanat wahidatan fi as-saffi muhadiyatan fasada as-salatu min hadhatu an yaminiha wa yasariha, wa nëse është vetëm një grua, prishet namazi i atij xhamati që është në anën e gjatë të gruas, në anën e majtë të gruas, dhe i xhamatit që është pas mbrapa prej femrës prishet namazi me te. A lejohet nëse gratë falin namazin në dietarët e kanë parashtruar si problematik, nëse në xhami është 2 kat. Dhe në katin e dytë falen gratë. Mirë po, safi i grave që falen katin e dytë, nëse krahasohet me safët e burrave, ajo po zbritet poshtë, është mes burrave. Dietarët thonë, pra fetfaja ose Mu'tamed Alehi, edhe këtë kanë shqyrtu, ka thonë, nëse kati është i ngritun në altë, sa një njeri normal, i rritun normalisht, ngritet dhe nuk e prek me kokë, dhe të është tamam katë, nuk prishet namazi i burrave pse ato konsiderohen në mesin e, edhe pse janë në mesin e xhamatit. Nëse është ma ulët, pra, sikur këto që i kemi thonë ne përpara mafile, ka edhe në përbot, si mafile që i thonë, po ka edhe kështo anës e xhamisë, mrenda në xhami. Te këto nuk lejohet sepse janë në të njëjtën pozit me burrat. Por nëse janë një kat më lart ose më poshtë, nuk prish punë në prishjen e namazit. Wa alla yafsil bayna al-imam wal-ma'mum nahrun yamurru fihi az-zuruq fi as-sahih. Thot nuk guxon të ketë ndarje mes imamit edhe xhamatit me ndonjë lom në të cilin kalojnë az-zuruq, këtë barka, qamaca anijet vogla, jo anijet të mëdha, anijet barka të vogla që lëndrojnë. Për e zruk, ne u minë sufun i sugar, pra anijet të vogla. Nëse ka një lum, imami është në tonë të u falë, dhe ti e ke tonë të u falë, fela yasihu el-imame, el-iktida. Wala tarikun të murru fihi l'ajala, dhe nuk guxon të ketë rrugë, të murru fihi al-ajala, që kalojnë mjete. Al-ajala, këto i thonë të është këtine bicikletëve, këto është për qëllim kerrat që i kanë bato pajtonët me kuval që i kanë bartë, dhe thotë, jep me shinu se rruga duhet me qene e gjonë, jo rrugice e vogël. Pra që kalojnë njerëzit, kalojnë automjetet, edhe kjo rruga nuk lejohet me pas. Walejse fihi sufufun muttasile. Nëse në rrugë nuk ka safe që bashkangjiten me ato që janë më safit. Pra, nëse në xhami, ashmush xhamia plot dhe kjo ndodh xhamiat e tona për ditë, sidomos në për qytete, e sidomos në namazin e xhamaz, po edhe të bajrameve. Mbushet xhamia, mbushet oborri i xhamisë. Pastaj
ngelin xhamati ka një rrugë e gjanë 4 metra, 6 metra, kalojnë kerra, kalojnë njerëzit i parë dhe ma të tje vazhdojnë safët. Kjo nuk lejohet. Me përjashtim, nëse edhe rruga bllokohet, nëse edhe në rrugë vendohen safët. Edhe ajo është e mbushur me safe. Wal maniu fi salati fasilun yasiu fi safejni alel mufti bihi. Pengesa që e pengon lidhshmërinë pas imamit është hapësira, distanca që i merr 2 safe. Dallimi mes imamit edhe xhamatit. Pra nëse ka dallim 2 safe e më shumë, atëherë prishet ajo kontinuiteti i safeve dhe i xhamatit. Mirë po, ka një send tjetër që duhet ta shpjegoj këtu. Se edhe kjo është problematik në veti dhe është evident në xhamatet tona. Çka ndodh? Imami për shembull, kjo është xhamia. Dhe imami është këtu te mirabi. Dhe hyn xhamati edhe lidhet që këtu në fund xhamis. Kjo xhamia e ka shpras 5 safa më bon. A kjo ndodh neve për ditë. E sidomos me këtë modelin e ri, shpikës, me këto karrikat. I kanë bo si filharmonia më konë në xhamiet me këto karrikat. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, salli qaiman, falu në këmbë, fa in lam tastati fa qaidan. Nëse nuk mundesh më falë në këmbë, ulu në tokë. Ne nuk mundit i themi se në kohën e pejgamberit s'ka pas karrika, se këto nuk janë komedi çfarë modernizimi. Nëse s'ka pas karrika të mira, që si shkama, ka pas sa dush. Pejgamberi nuk ka thonë ulu në karrik, ulu në tokë, sepse me rëndësi është lidhshmëria e njeriut me bazën e vet, pra me tokën. Unë nuk po them se namazin karrike është i pavlefshëm, po tërbia dhe edukata e namazit është që ai të falet sipas sunetit dhe mendubeve të pejgamberit alayhis salam. Problem tjetër është ajo. Nëse xhamati lidhet në fund xhamisë, por është brenda xhamisë, fa salatuhu sahiha, namazi i tij është i vlefshëm. Ju ka bashkangjit imamit, po a lidh sa ka hyrë në xhamia ti më njëherë, ka vende shprasta, dietarët ulemat thonë namazi i tij është i vlefshëm, porse nuk i regjistrohet sevapi i xhamatit. Edhe pse falet me imam, pra ai ka hyrë në xhami, edhe për x arsye, ose pa kur farë arsye racionale, falet qati. A këto të nanë xhamatet tona shka falen qati të dera, këto nalën për me dalë ma herët kur të pitiset namazi. Kush po del? Sepse gara është kush po del i pari për xhamijës, jo kush po vjen i pari në xhami. Dhe ai ketë xhamatin e përcjell të para, ec, se ai do dole i pari për xhamijës. Thot, pra, dietarët thonë, ato që e falin larg safit, larg imamit, por që janë brenda xhamijës, sepse krejt xhamia, kemi përmend njerë, krejt xhamia konsiderohet buk atunvaj dhe një pjesë, një mesaha, një territor, i pa përpjesëtuar. Njëjtë sikur sejadja është kenojnë për më falë, është një pjesë. Xhamia është sejade, e ka hukmin e një sejade, dhe përderisa i brenda, i vlefshëm është namazi i jot pas imamit, por ulemat thonë, me l'esef në vjen kesh, po këti nuk i regjistrohen sevapët e xhamatit. Pra, pas ka çka me humbë, mjaft. Ne kemi thonë këtë shumë herë po e përsëritim, të namazja është shumë gjë interesante, për atë arsye. 1400 vjetë kanë folë dietarët për namazin, po folin jo ka një, ka dy, me dhjetra, me mira. Dhe se cili nuk është punë për të përfunduar namazin. Namazi çdo veprim ka sevapin e vet të veçantë.
për shembull, ne e tham një ditë, sa është vlera kur ti e bashkangjet tekbirit imamit. Ti e ka një vlerë plus për asaj që ju ka bashkangjitën xhamatit. Kur e përcjell imamin me koncentrim në ruku në sejdë, secili veprim, secili detaj brenda namazit ka shpërblimet e veta. Dhe besimtari islam garon që mos e ka bo mundin krejt, garon që në qatë pjesë të përfiton sa më shumë sevape, për shembull, të mos lënë sunetet, të mos lënë mendube, të mos lënë mustahabe, sepse mendubet dhe mustahabet nuk sanksionohesh, ama fiton përthith sevape, apo. ويشترط أن لا يفصل بينه حائط كبير يشتبه معه العلم بالانتفالات الإمام فإن لم يشبه العلم. Thotë, nëse ka mes imamit edhe xhamatit ndonjë mur i madh, që shpalos njohurit, pra që ti je jashtë murit, as nuk e shef imamin, e as nuk e ndëgjon. Nuk ke mundësi të përcjellish lëvizjen e imamit kur shkon në ruku, kur shkon në sejdë. Ky muri pra është pengesë që ti bashkangjites imamit sepse nuk e ndëgjon imamin. Nëse ka mur dhe ka lidhshmëri të safeve, pra nuk ka ndonjë rrugë që e ndan, ndonjë lumë që e ndan, atëherë dhe ti e ndëgjon, edhe pse nuk e shef imamin, e ndëgjon imamin, atëherë mundesh me u falë mas ti dhe mundesh me u lidhën mas ti. Wa ikhtiyaru Shamsul Aimet al-Halawani, sepse thot pse kështu, hadithi argumenti i kësaj është li'annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi hijrati Aisha radhiyallahu anha wan-nasu fil masjidi yusalluna bi salatihi. Thot hadithin e transmeton Aisha radhiyallahu anha, është sunenin e Abu Dawudit edhe sunenin e Ahmedit. وقال الأرناؤوطي إسناده صحيح على الشرط الشيخين. شعيب الأرناؤوطي ki joni thot senedi i këtij hadithi është sahih simas kushteve të Imam Bukhariut edhe Muslimit. Thot pejgamberi, thot Aisha radhiyallahu anha, se kanë yusalli, pejgamberi është fal në dhomën e Aishas radhiyallahu anha, wan-nasu fil masjid, e njerëzit kanë qenë në xhami, yusalluna bi salati, falshin namazin pas pejgamberit, dhe thot në namazin e tij, çka nuk kupton se aty kishte mur, nuk dukeshte rëndësia, por ndëgjohej tekbiri, për shembull kur shkon në ruku, Allahu Akbar, semi Allahu liman hamide, këto që ti them këto komandat, të quaj kushtimisht komandat që bën brenda namazit. Pastaj ky shpjegon autori edhe këto një sen tjetër, se vahada liktida fil amakin muttasila bil masjid al haram wa abwabuha wa kharijuha. Krejt në Qabe, po thotë atje, në xhaminë e pejgamberit, në Qabe, në për xhamiet e mëdha, atje mbushet xhamia, mbushet obori, mbushen edhe rrugët, mbushen edhe dyqanet, apo? Krejt këto mund të lidhësh përderisa ti e ndëgjon imamin, ose e shef, po nëse nuk e shef, sepse pamja është, po të kërzohet pamja, është problematike. Nëse ti e ndëgjon kur ngrihet, kur shkon në ruku, kur në sejdë, nuk ka lidhje se është në dyqan, nuk ka lidhje se është në sallon, nuk ka lidhje se është sa doje që le të jetë rruga e gjatë, ose safi gjatë nuk prish punë. In kana al-imamu au min al-mukabbiri tajuzu salatu. Këto mukabbir, këto na i thojmë të zvëshnikëve. Ama në këtë libër, të librat të fikut, mukabbir nuk është zvëshniki, këto zmadhuesit e zërit. Mukabbir është zmadhues, po mukabbir këto është për ato që e përcjellin imamin.
Imami kur thot Allahu Akbar ka një muezin që është një 100 metra më përmas edhe i thot Allah e përsëritat tekbirin e imamit. Imami thot semi Allahu limen hamidek, i thot Rabbana lekal hamd, pra e informon xhamatin përmas se nuk dëgjohet imami, s'ka mikrofona, nuk ka kësi pun, që kjo është fjala në libër këtu, është fjala ki, po kjo mund zavënsohet edhe me këto zmadhuesit e këtyre, por në libër është për qëllim kjo shka është. Dhe këtu do të përfundojmë me këtë ligjërat, në ngelin edhe disa kushte të vlefshmërisë lidhjes pas imamit. Vazhdojmë me ligjëratën tjetër. Wa yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.